Radio Vlera. Emisioni e rëtus është una gazmore. Udhëheq dhe autori i emisionit Agim Gashi. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në San Luis të Francës. Mirëmbrëma dëgjues të nderuar të Radio Vlera, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në emisionin e rregullt humoristik Arctus ashtu në gazmore. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni, me shpresë që keni kaluar një ditë të bukur vikendi dhe me shpresë që do kalojmë bukur edhe këto 2 orë të shoqërimit ton në Radio Vlera deri në orën 22. Gjithë ata që kanë pasur festa të ndryshme, ditëlindje, urime nga zemra edhe nga 100 ditëlindje tjera të lumtura. Uroj që gjithmonë në vatra dhe familjet tuaja të mbretëroj vetëm gëzimi, hareja dhe festa. Kështu pra të dashur dëgjuese, kemi startuar edhe për sonte këtë emision të drejt për drejt, i cili do zgjatet si zakonisht deri në orën 22 dhe ne do shkojmë në pikë muzikore për disponimin tuaj dhe pas pak do hapim mundësi nëpërmes Viberit të radios që të inkuadroni edhe ju, emisionisht të drejt për drejt, na sillni barcoletat, anekdotat, fjalturta, pse jo çdo gjë që i shkon për shtatë këtij emisioni. Po ashtu, ju mund të sfidoni veten edhe në këndim ose edhe në kuizin e diturisë, pranë kuizin e Radio Vlera, pra. Gjitha janë të mundshme pranë valve të radios tuaj. Vetëm të shoh, me sa shoh, duket nuk është diçka në rregull me baterinë, por sido që të jetë deri sa ta dëgjojmë në një këngë, besoj se çdo gjë do të jetë në rregull dhe uroj disponim të këndshëm vazhdim.
E dëgjuam këtë këngë të bukur nga Gjovalin Shani dhe Elvira Fjerza. Jemi rikthyer të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin Arktus humoristik e shtuna gazmore. Nga ky moment ju pres juve që dëshironi të bëheni pjesë e emisionit të na kontaktoni nëpërmes Viberit të radios në numër +33 758 280 817 dhe të na sillni barcoletat, anekdotat tuaja, pse jo, si thash edhe pore, ta sprovoni veten edhe në këndim çdo gjë që i shkon për shtati këtij emisioni është mirëseardhur. Atëherë, unë si zakonisht do të kujdesem për disponimin tuaj me këngë të bukura nga studioja qendrore këtu në San Luis të Francës, pra nga po shkojmë drejt për drejt. Por telefonatat tuaja kanë për parësi gjithsesi. Shkojmë me një këngëtare vërtet të merituar, Elizabeta Marko në vazhdim me një kolazh, dhe në momentin kur do të kemi telefonat do ta ndalim këngën. Ju mirëpres. Louis est délivré. Son fils va aller à la fac comme un grand.
Jeni me Radio Vlera me emisionin Argëtues Humoristik e Shtuna Gazmore. Jeni me Radio Vlera me emisionin Argëtues e Shtuna Gazmore. Numri kontaktues plus 33 758 280 817. Të dashur dëgjues, dëgjuam këtë këngë të bukur nga vërtet këtë potpori këngësh nga Elizabeta Marku. Jemi rikthyer, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Shpresoj që jeni mirë dhe uroj të kalojmë bukur. Përshëndes edhe dëgjues të cilët na ndjekin në live stream, po gjithashtu edhe dëgjuesit që na ndjekin në faqen zyrtare të radios www.radiovlera.com dhe ata që na ndjekin nëpërmes platformës së radios shqiptare në Shkabaj. Një përshëndetje shkon për dëgjues të parë që të shoh këtu që na kanë përshëndetur. Nëxhmia Xhamoli thotë përshëndetje zotëria Agem Gashi, përshëndes edhe dëgjuesit, kaloni bukur.
Faleminderit shumë. Një përshëndetje në Sloveni tek miku Hasan Elshani, shkron thotë mirëmbrëma, mbrëmje të këndshme, miqësi dhe dëgjues të Radio Vlera në udhëheqjen e Agim Gashit Drenica. Faleminderit shumë miku im poeti Hasan. Përshëndetje edhe për ty. Shkojmë tutje, mandej në shoqëri me ne është edhe kushëriri Bedrigashi, thotë mirëmbrëma Radio Vlera, kushëri Agim dhe ju të pranishëm respekt, gjithashtu respekt e mbrëmje të bukur. Ferate Gjevahire Kabashi nga Suedia, përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje edhe për juve. Një përshëndetje na vjen nga Gjevahire Kryeziu, thotë përshëndetje Agim Gashi dhe dëgjuesit të Radio Vlera, faleminderit gjithashtu. Shukri Huseni gjithashtu e përshëndesim dhe urojmë çaste të bukura në vazhdim. Një përshëndetje na vjen nga Gjane Lleshi. Në thotë mirëmbrëma Radio Vlera, përshëndetje për ju i nderuar Agim Gashi, respekte, përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit. Të pranishëm çaste të bukura me Radio Vlera. Respekt për gjithë nga Zvicra. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për ty Gjane në Zvicrën e bukur, të uroj disponim të këndshëm dhe mirëseardhjen valë të Radio Vlera. Vazhdojmë tutje, Shala thotë Radio Vlera, përshëndetje, kaloni çaste të bukura në vazhdim, faleminderit gjithashtu, çaste të bukura dhe për juve. Me ne është edhe miku dhe poeti Naser Edzani, përshëndetje Radio Vlera, Agim Gashi dhe ju dëgjues ku do jeni, faleminderit edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë çaste të bukura në vazhdim. Ne për momentin me këndshkrimet, po shpresoj që do i rikthejmë dhe do i lexojmë, ju kërkoj falje nëse më ka ikën ndonjë. E di që ka pas shumë shkrime, por nuk e di pse u mbyll Facebooku këtë tonë. Shukria Hysenin, e përshëndesim, thotë përshëndetje Agim Gashi për ty dhe për dëgjuesit, faleminderit shumë, përshëndetje edhe për Makin e cila thotë përshëndetje. Mandej e përshëndesim edhe Sabile Sadikun dhe gjithë juve që po shoqëroni me Radio Vlera në këto momente. Ju që dëshironi të kontaktoni mund ta bëni këtë nëpërmes Viberit të radios dhe atë në numër +33 758 280 817. Mund na sillni barcoletat, anekdotat tuaja, pse jo, jemi në një emision argëtues dhe humoristik. Dhe shpresoj që po kaloni edhe ju bukur. Ju që na ndiqni në live stream, ju kisha lutur ta bëni shpërndarjen e emisionit dhe shkojmë një këngë për disponimin tuaj në vazhdim. Besar të Mulaj në kuksin ton është bujaria. Ta dëgjojmë këtë këngë të bukur.
dëgjuam edhe këtë këngë, jemi rikthyer të dashur dëgjuese, ora në studio 20:29 minuta, po shpresoj që jeni duke kaluar bukur. Uroj të kalojmë bukur deri në fund të këtij emisioni. Përshëndes edhe dëgjuesit të cilët janë inkuadruar në ndërkohë dhe janë në shoqëri me Radio Vlera. Mikun Ramadan Buliqin në Bruksel, përshëndesim, të përshëndetje nderuar Agim Gashi, faleminderit, gjithashtu përshëndetje. Një përshëndetje edhe për Hysni Faratin, gjithashtu përshëndesim edhe Recep Hotin. Mandej një përshëndetje shkon edhe për Sana Beqirin. Zeshkani hëtë është me ne, përshëndesim, gjithashtu Kujtim Shabanin e përshëndesin në Zvicër, duke uruar një mbrëmje të bukur me Radio Vlera. E gjithë juve që po shoqëroheni me ne, gjithë jeni të përshëndetur, vërtet vjen keq nëse mikë ndonjë shkrim dhe ndonjë përshëndetje juaja, por gjithmonë llogarisë në mirë kuptimin tuaj. Pra, mikrofoni juaj është i hapur. Ju që keni ndonjë barcelet mund të na shkruani në Viber, ose nëse pritoni me na sjell kështu drejt për drejt, unë do t'i lexoj, ose të na kontaktoni nëpërmes Viberit dhe të sjellni barceletat tuaja, ndodhit humoristike nga jeta dhe çdo gjë që na bën të qeshim neve këtu në studio dhe juve atje në ku jeni duke na ndjekur. Uroj të keni kaluar një ditë vikendi të bukur dhe uroj të kalojmë bukur edhe këtu orë të shoqërimit bashkarisht. Në vazhdim do shkojmë një këngë premier me Sasha, Albrim Lapçeva dhe Fatlume Popovci. Ta dëgjojmë këtë këngë në vazhdim. Atkam
E dëgjuam edhe këtë këngë dhe jemi rikthyer të dashur dëgjuesë, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin Argëtues dhe Shtuna Gazmore. Shkojmë me disa barcoleta të shkurtëra. E njëjta pyetje. Pse e vrave kundërshtarin tënd? Pyete të pandehurën e pyesin të pandehurën në gjyq. Shumë e thjeshtë. Nuk doja të i bënit atij të njëjtën pyetje. Vjedhësi shtëpive. Kur po vjedhje, nuk mendova pak për gruan dhe fëmijët, e pyeti gjykatësi. Mendova, zotëri gjykatës, mendova, por në atë apartament nuk ishte asgjë për ta. Nxënësi i ri. Një nxënës i sapo ardhur në klasën e re e pyet mësuesen. Mësuese, a dënohet dikush për diçka që nuk e ka bërë? Jo, asnjëherë, përgjigjet mësuesja. Atëherë, se besoj që do të më dënoni për detyrat që nuk i kam bërë. Premtimi. Para 2 ditësh mungove tër ditën. Më dha fjalën se nuk do të mungosh. Hera tjera, dje përsëri mungove. Më thua ku mbeti premtimi. Premtimi mbeti në shtëpi duke luajtur, ja ktheu mësuesit Coli, mbase duke mos e dashur ta kuptonte drejt pyetjen e tij. Të tezja. Ku ishe dje që nuk erdhën mësim, e pyeti mësuesi Colin. Kam qenë të tezja, zotëri mësues. Po mirë, a ke biseduar me mua? Jo, me tezën, ja priti me nxitim po klushi. E ne e shkojmë edhe me pak muzikë gjithmonë, por në pritje të shkrimeve dhe telefonatave tuaja. Do sjellim këngë të radhës, por vetëm t'i përshëndes edhe dëgjuesit të cilët janë duke u shoqëruar me ne këto momente, cilët janë inkuadruar në ndërkohë. Lidiana Sandën e përshëndesim në Itali, mandej një përshëndetje na vjen nga Nifa, përshëndetje për ty, Nifa, dhe qaste të bukura edhe për ty në vazhdim. Po shpresoj që po kaloni bukur, por e kemi telefonatën dhe do ta marrim telefonuesen me ne Sabile, dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma Sabile. Mirëmbrëma kem. Mirë se na erdhe, si je, si po kalon? Mirë se gjitha mirë, faleminderit kështu me juve, super mirë, ta ditën kështu, edhe tash me juve, në ditë mirë, të jotje? Po vjen mirë, edhe të na shumë bukur, ka qenë sot në zet, në ditë e me diell, e mirë shumë. Na dul vera të nduket. Po mërë s'ka qare, tash veç erdhëm Ja, pa, gati. te që tash keshën disponim, që tash më prish. Çka u bashkë? Më shkrujti djallën nesër, po nisëm për Kosovë, dëshish o mërzita, dëshish. Qa me bo, po? Nash inshallah shkoni mirë, qa me bo? Inshallah shkojnë mirë edhe kalojnë mirë atje. Po inshallah, krejt më rëdha, jo veç djallë jam, po kush niset e kush po jesë, inshallah shkoni mirë. Vetëm njoftoj që le të kontrollojnë dhe të shohin, nuk e di, duket nuk është mirë që tash gjendja në për Serbi nëse i bjen. Nuk shkon ai kur, nuk e bjen atë. Shumë mirë, atëherë është mirë që ta përcjellin situatën, sepse Se poshën televizor e posh. edhe me të vërtet gjendja jo mirë, kështu që Jo hesh. kështu që më mirë është mos më rreziku. Ja, ka malizina tonë shkon kë, po. Se jo nuk shkon krena, me të vërtetë në kursh po më duke s'ka më bo mirë në tonë. Për neve mirë kërka gati, po që keme bo? Vëllë beli po. Dika do të me i ra se Jo, kem qorë dika. Jam e mas miri me flitoru, po
Dardani nuk zgudzon. Po edhe me fletëru dikush ka fobi për aeroplanit dhe ka njëherë po ka dhe turbulenca. Po jo të agim se këta që janë me epilepsi për shembull nuk guxojnë me aeroplan me udhëtu. Në është, po. Po, të për qëta se ma mirë për 2-3 orë, për edhe aty, edhe vjetë jam nisë në 12 natë kër kam rejka. Hina të rept, hin kiton, din aton. Edhe aty shkojnë disa orë, 2 orë për para. Do të më shku aty. Në 2 jam nisë për i Prishtina, kër kam rejka në 12 natë. Me pas pak larga aeroportin, deri shkon më të vërtet. Po, në Shkup, në pi Shkupi atje. Jo, po dhe atje në Suedi, nuk e di sa keni afër. 160 kilometra. Po, pas këtë një cop rrugë edhe atje. Po, sa në Stockholm. Në ka dhe dikën poshtë 80 pas në rrugë e keqe. E kështu, qa me bo? Jo s'kemi qa me bo, qështë bëhet do të mja bo, kanë thë këtë njëherë. Po, për zotën, po i shoda, vesh, jena mirë, që kena me bo, mas jena shkep që shto, shkojmë ka i herë. Po, shnosh, vesh. Në mërzitet njeri për vend vetë. Por njerë mërzitet edhe normal, mërgjimtarët ne jetojmë për pushimet, për kuhen që vjen më shku me i vizitu, po inshallah kena ata që shkojnë kalojnë mirë, kalojnë edhe rrugës edhe atje. Inshallah se largë, lagem, sidomos pe i kahit shumë largë. Jo, shumë Të largë. na jena në skaj dynjes ka, shumë largë pe i këtujt. Jo, keni edhe ma largë. Po që shë vështejnë Danimark, 1000 kilometra i ka vështejnë Danimark me shku. Ne, pas këtë largë për një. Po të losa nena, të në i kretë shtetet, të në dërgjava ty ka përsy. Zote hajre bëfë inshallah qaqë. Amin. Po, a kina i Barcolet, na i anekdot? A të vëlloj, një për ta të regoj që Nuk jenë s'po fort. t'i dhone, dishka më jam të më trollovë. Po të kuptoj plotësisht. Hajtë një se pak e kam të regu dhe do herë në po s'po dish. Edhe sonte se ka në dëgju stri që ka nërth. S'ka gojle, s'ka problem. Ka dëgju se s'ka Atëra, dëgju. ma gem. Tja filloj, i shkon i burë, po i shkon shumë. A dhe grus në ka, ha bo kur të bordën, shumë zullum qarë. Gjdo herë kërë, kur se kalon me shku kona, kur gjë hesh. Edhe një ditë e këtina, i thimushet menja, tha të mare unë e këtë gru kështu, që s'pello me shku kërkona, ku me ditë, a më donë, asë më donë. Qysh me ditë, a më donë. E të i gru jam smut. Thot po valla shumë smut jam. A po shumë për gru, thot, me full me zotin, me veta ka miljaqë. A ku më shnusha me dikë. Thot edhe hypat e në kodër nalë, thot saj nuk ninë. Dhani gruja. Kjo dhe poshtë kam shefet. Aja hypat e nalë edhe po thirë, o, zot, kjo hoja. A jeti zotë, thot po vetëne. O, thot e kam një burë, një shafer smut. O, a ka i lash me a marë shpirtin dhe qysh. Thot po mërë qyshja. Thot gjdo me në gjasë mare ka një kullasht gryqë dhe has pas kam posat tjetër. Edhe për gjithi vun të lynë, për gjdo me në gjasë ashtu dhe dikur na, a i ka më shëru nuk shama. Të ta një shka ka dush. Ja, një thot, edhe vjen këtë shpia. A i ullgjën atë të gjoki. Hen gruja thot, a erë dhe gru thot po, thot, a u lju, a qatë tha, shemër e njëri që shumë lutë për ty. Veç gjysa me trobëll, a e dit, a e vetë të kom. Një thët gru, falim ndirit shumë. Edhe hen me njerë me gatu, thët që pa vën gru. Ja, për ta bëj dhe bëk, janë një qizmetin. Që që ka thonë? Edhe për dit qashtë. Në dita i burit, i gru, thët ku jesë, nuk po të shah, thët, ha, shëqer. Quhet edhe ma shumë të përshit a ditë burë.
hajt një dorëshëm që atë ofën këshi. Edhe kë bjen kishe diqa. Edhe jo bën thmive thët kapne. Për kome për dure të gjujnë angrasht të gjoja qasese tybe një bona zok kujsat e kurs duhe lakon edhe sot se shi ka për të vokti me shtin dhe. Edhe gjujnë grasht e thmija si thmi. Veshet kja shkon doshëm thmija mërzitën dek boba. Silën atje kolla groshti ku me dit ka gëgsuke. Ata thmija ngojnë atje të nona, oj non, a gëgson i dekti. Po qysh gëgson a i thti gjitha të vë që i ka hangër. Edhe kryhet dorshme, kër vjen, a i të gjoki unqë. Thot e mërët njeri, thot e kom di që si dek, për që ta së kom shti dhe. Thot badjova bërë grusha, po më vjeta kështu. A di që ka pan, thot kapëm me qëmë si të niqë. Thot ja bëhat, ja zbohat, thot hajde proma se tu ka tek. Edhe thot qëre gru, mos më shty se që kojnë atë, se të vjen gjëna, po merë torpis lorët i më shirë, sysë më shaheq edhe më qatë. Aja merë torpis lorët i më shirë, sytë këra frëhet, aja këj fjev ljargohet, aja shklop bjen vetë gruja, shkoj gruja. Po, kanë thok këtë njëherë, kër ja bën diku i gropën, vetë bjen ta. E vërtet, të type, që atë jam në nështë dikuj në për të vetë. Por sa ta së është mirë me mja bo kërkuj. Jo për zotën. Anja gem atëherë, për shëndes të shanë, krejnë të gjusit të matë modë të këtë vlera vogën, makene, krejt me shoshet e mija të gjithë të shënditën. E natë mirë kalë bukur. Shumë falemderit, natën e mirë edhe për ty, edhe kalë sa ma bukur, falemderit, respekt e mirë dhe gjofshim. Falemderit nga unë jotë të hangë. Natën e mirë, i thejme dhe gjusës e regull të Sabiles nga Suedia, falenderojmë shumë për inkuadrimin. Vazhdojmë me muzikë të përgjedhur, por gjithmonë në pritje të telefonatave tuaja të dashur dëgjues. Ju që dëshironi të bëheni pjesë e emisionit, mos nguroni, mos hezitoni, na kontaktoni nëpërmes Viberit në +33 758 280 817.
dëgjuam edhe këtë këngë të bukur. Jemi rikthyer të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt të argëtues humoristik e Shtuna Gazmore. Po shpresoj që jeni duke kaluar bukur edhe ju dhe uroj të kalojmë bukur deri në fund të këtij emisioni. Ju që dëshironi të kyçeni mund ta bëni këtë nëpërmes Viberit dhe numrin e keni këtu edhe në live stream ku po shkojmë drejt për drejt. Vetëm shkojmë tutje dhe i përshëndes edhe dëgjuesit që janë inkuadruar. Ne ndërkohë përshëndesim Besën Lude i Merin, gjithashtu një përshëndetje edhe për dëgjuesen e rregullt nga Ancona Italisë, Nadian. Një përshëndetje në Zvicër tek Dete Ahmeti, e cila thot përshëndetje nderuara Gemgoshi, stafin dhe gjithë dëgjuesit Radio Vlera. Faleminderit edhe ty, përshëndetje e qaste të bukura në vazhdim. E përshëndesim edhe në Gjmije Gjemojlin, vendasi Bekim Zani thot përshëndetje nderuar vendas Hakim Gashi, respekte, gjithashtu respekte përshëndetje. Bekimi ka përshëndetje për gjithë dëgjuesit të RTV Vlera. Faleminderit edhe një herë përshëndetje. Nadia thot përshëndetje zotëria Hakim Gashi dhe stafin Radio Vlera dhe gjithë dëgjuesit të juaj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit, gjithashtu uroj edhe për juve një mbrëmje të këndshme. Edhe Sana Beqiri thot përshëndetje Hakim, përshëndetje për gjithë. Faleminderit Sana, përshëndesim edhe ne dhe të urojmë qaste të bukura edhe ty në vazhdim. Ne shkojmë me muzikë dhe ta dëgjojmë një këngë bukur nga bukurie Buqpapaj, ky vend mbon emrin Shqipëri. Ta dëgjojmë këtë këngë. Kosova ko ka dardane Selam çon
E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur nga bukurie Boqpapaj. Jemi rikthyer të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Lera. Jemi në emisionin Argëtues Humoristik e shtuna gazmore. Ju pres juve që dëshironi të kyqeni dhe të studoni veten në kuizin e diturisë ose të studoni në këndim. Gjithsesi mos ngurroni, jemi në emision Argëtues dhe nëse këndojmë keq, do të thotë kam thënë edhe më 10 herë, sa më keq që këndojmë del më bukur. Andaj mos hezitoni dhe bëhuni pjesë e emisionit. Na s'dia lexuam këtë përshëndetje nga Nadia, thot përshëndetje zot reagim dhe stafin Radio Lera dhe gjithë dëgjuesit e juaj, mbrëmje të këndshme. Faleminderit Nadia dhe ne të përshëndesim. Pra, jemi drejt për drejt dhe do jem bashkarisht deri në orën 22, ndoshta pak më herët, sepse sonte besoj që shumica e dëgjuesve do ta ndjekin, ndoshta jo shumica, po një pjesë edhe finalen e Big Brother pra Albania. Do shkojmë tutje, atje kemi edhe do thot edhe një bashkëdhetar pra nga Kosova, shpresojmë të fitojmë më i miri. Vazhdojmë tutje dashur dëgjues, do shkojmë me një këngë, në cilën këngë? Shkojmë me këtë këngë nga Drita. Nga Drita Berisha, pse je nuti me mu një këngë vjetër. Dëgjuam edhe këtë këngë të bukur nga Drita Berisha,
dhe u rikthym vërtet në zaj bukur, një këngëtare vjetër njohshëm e njohur, megjithatë ka disa këngë në repertoarin e saj dhe këndon shumë bukur. Mua më pëlqej kjo vazhdoi, ta dëgjojmë edhe një këngë nga kjo këngëtare. Ju mirëpresim të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin Argëtuese e Shtuna Gazmore. E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur. Dashur dëgjuese, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin Argëtues humoristik e Shtuna Gazmore. Do jem bashkërisht edhe për disa minuta, si tham pra pak më herët sonte do e përmbyllim këtë emision me qenë se besoj disa nga ju me siguri nga dëgjuesit do ta përcjellin edhe emisionin e fundit, pra atje natën finale në
Big Brother VIP Albania. Shkojmë tutje të dashur dëgjues me një këngë të bukur nga Babe Bir, Hamz dhe Albrim Lapçeva, më ka marrë malli moj oj Kosovë jam. Ja ta dëgjojmë këtë këngë të bukur për gjithë juve që jeni me ne, duke uruar çaste të bukura në vazhdim. Veç kur vitet ti me nejdu Allah më knoqet zemra O po më knoqet zemra Përshëndetje për gjithë ata që janë duke pushuar në dhe qoftë në Shqipëri, në Kosovë, në Lirid, mandej ata në Luginën, në Përshevës, në Maltezi dhe ku do që gjendë shqiptarët disponent kanë shumë. Ka marrë molli për Shqipërinë tonë Për Shqipërinë tonë Me honor me po familjen Shpirti po më donë Shpirti po më donë Një përshëndetje edhe për Osman Zogajn, gjithashtu duke vruar një mbrëmje të bukur, shkruan përshëndetje për gjithë, faleminderit, përshëndetje edhe ty. Një përshëndetje edhe për mikun Fadil Muharremin nga Franca. Ka marrë molli, ojnon për shoqni Ojnon për shoqni Fala ju ban burbe qari, o qaj djallojni O qaj djallojni Ka marrë molli, oj dashnia jem Oj dashnia jem Unë pësojt t'in gurbet Shpirti po në dhem Shpirti po në dhem Ka marrë molli, oj dashni me t'po Oj dashni me t'po Se kur kthehem prej kurbetit Das më në kene bo Das më në kene bo Se kur kthehem prej kurbetit Das më në kene bo Das më në kene bo E dëgjuam edhe këtë këngë, një përshëndetje shkon edhe për kosovarë thoqën në Bruxelles, po ashtu një përshëndetje dhe mirëseardhje edhe për Sandra Kryeziun, duke të shpehert portat me mbrëma Radio Vlera me moderatorin Agim Gashi, si dhe dëgjuesit
Faleminderit, mirë se erdhe dhe mbrëmje të bukur Sandra në vazhdim. Po ashtu e përshëndesim edhe Habibe Ajetin, e cila është me ne sot. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma dhe ty e nderuara Habibe dhe qaste të bukura edhe ty në vazhdim me Radio Vlera. Të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt. Ju që dëshironi të bëheni pjesë e emisionit, mos hezitoni, mos nguroni dhe na kontaktoni nëpërmes Viberit të radios në +33 758 280 800. Pa dashni jeton ushon, herë të mërzite, herë zon, oj da... Louise est enfin libre. Ishte kjo pra një publicitet që në ndërhyri, ndërkohë ju kërkoj falje. Mi tash në linje dhe të ndëruar një nëzën e Allahut, që le të dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma i ndëruar një nëz. Mirë se vdeta, mirëmbrëma për juve dhe mirëmbrëma për gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë, mirë se na erdhe, si të kemi se ka kaluar sot ditën. Vallai, sot me do punë në barabar, bari koset, ne ja bar, njonin e vadita, njonin do punë tjera, që shtu. Pa nol heq. Je, mirë shumë. Po shkan dita. Puna të banë mirë edhe për shëndet, edhe kështë ka pak njëri ka nevoj, ka njëherë edhe më lodhë që me pushu tani. Edhe kur po lodhë me punëshme po pushojnë. Po, unë kam një farë thonje ka njëherë, thonë, më lodhë të i pushu e qësh me pushu, është shumë problem. Kur të lodhë është të i punu e pushën, a? Një ditë shëvin, murë, edhe i shkeftat që të dhe, vatlam herë në të kauq, këtë kauq, tash, mu lodhë njeri pa punu kur gjo heq, së pa unë Allah. E qësh me pushu tani është problem, a? Po, në që ka të repe juva ne që është sa të mire pas këtë kalu edhe ditën, në siguri dhe dita unë e mirë, agem mirë, kemi kalu mirë. Sot s'kom lujt për shtëpia s'kur gjo, basë që më dalë konë. Mirë, po vjen mirë, që ke kalu mirë dhe rajt kalesh mirë gjithmonë. Po, në i Barcelet, në anekdotë. Unë qysh di që dhe vëllaj, dhe unë di që apis shtafti. E ti, tha unë e pikzimit, apo qysh pikzimit. Po, që me po, kur merë kredinë edhe shfrytëzën, apet gjysat kestit, po, me marrë me hargju e masane mësë më mujtë me këthy, është shumë problem. Qëraj e kredia, lesë për para thë që në mësë me marrë kredi se... Haram. Jo për aram, po edhe se i këshin pasu njerëzit shtëpia të kanë me të kërkun, në më tënë me të ke me ketja ka morë shteti. Që në ka lau. Po. Dhe kam thonë në më smerë se zban. Ata e kam ditë ata se kanë po për rejtë, më tënë. Kredien kër e merë që e rritë biznisin që tërsen është, se ti veç jetu fitua, më tënë, ato që tërsen është, për në ishe... Dhe thash me marrë kredin për me shku në deti ose me bo pushime, ato jenë budallakina. Nëse merë për diçka që vërtet e zgjedh një problem, është krejt diçka tjetër. Po, unë thash e merë kredin për biznis, punon qëtë e qarkullon parën. Parja kur qarkullohet, do më thonë vlerën e ka të mirë. Nëse nuk qarkullon, dhe hargjon veç për nevoja personale tuat edhe veresia, dhe që shtë me ka hongër dimnit e tani në pranverë mule me lau, për ka me, masi e ka hongër kej, ka orës. Ja ullim zërën këngës, se marrëm telefonatën e radhës, me ne është të ndëruarin Nasser Gjoshi, cili të dëshiroj mirëseardhje, mirë mbrëma Nasser. Mirë mbrëma dhe mirë se e gjejtë, zotë Agim, si je? Mirë se na erdhe, mirë, të si je, si po kalem? Mirë, pa më dirit, kërkoj folje se pak i vonuar, po puna është të pelip. Jo, asë mësë kërko folje, me siguri tash pas e poshtë që inkuadro pak me vonesë, me jenë punë, me siguri. Po, në punë jam, kur jam punë zakonisht prej nënve, tani kam... Po, e di për ata dhe ma mori mendja, po, se po kalën në atjen punë? Mirë, pa më dirit. A je lodha? Ja, më lodhë zgudzojna.
Edhe çashtë të lumt. Po koha Si sheni ju? si është atje mirë jena na Mirë koha, mirë është koha, sa u ko ditë me diell, ditë e nxehtë. Edhe më duket krejt java është ashtu. e mirë shumë. Edhe që na u rregullue, besoj që tash veç nxehtë ka më bërë. Ja, tash, moj si të shko moj që shuri atëherë. Nuk ka tjetër veç diell. Në vërtet. Po, ka diçka të re, para se a ki kohë sot, a guxon me fola, keni problem? Po, so dush, një urë, plut. Po mirë. A ka diçka të re për juve? Jo, ti vetë s'ka diçka me të vjetra, që shtë mirë. Ka Atëherë, jo anej? mirë. Edhe të na me të vjetra si zakonisht, sa të pushim. Dhe mirë kemi kalu edhe këtë ditë pushimi sot, edhe nesër, tani na pret tani një javë. Po e për Gentium, në latinisht është emërtim për arin, platinin, bakrin apo argjendin. për argjentin besej. Po, sakt, shkojmë të pyetja e dytë. Kur gruaja pret të lindë foshnjë, ajo është frigjide, morbide, gravide apo naive? Edhe njëherë përgjigjet nëse ban? Kur gruaja pret të lindë foshnjë, shtatzon, pra që është është pak para lindjes, ajo është frigjide, morbide, gravide apo naive? Valla du me rreziku kësaj here se na shta u ko mirë se që ke naive kja bjen pe i forme, po Ja, kjo. qaja pora frigjide, qaja mund me konë nëse po hisë sasive Edhe unë jam për një 70% jam këtu, frigjide, besoj. statu dhe se i duhet me konë. Frigjide, dy të kena pas kesh gravide, kesha pak dyshim, po masi është pyetja e parë, e dytë, po shkojmë pe fillimi edhe herse edhe unë pak tani muva. Edhe po shkojmë kështu, vesëm pak. Pas kanë sonte të kënë gjatë të vështira. Gjegjeza thot, po këta ka shku gjegjeza, se nuk o kjo gjegjez, po fjale e urt. Gur bëhet shtëpi, tull, mur apo gur. Gur vet mur. Bëhet mur. Se që shpa pytja kanë bo këtu gjegjeza, nuk është kjo gjegjez, po hajtë. Mire. Po se unë e prejka gabim, edhe herë dhe të më këthy në pyetjen tjetër, sepse e prisha. Edhe mi dit 10, tasha 15, moke ko me thoi ja. Ja, s'ka. Ura i ka 3 akrepa, 1 akrep, as 1 akrep dhe 2 akrepa. So akrepa i ka ura? E pora. 3. 3 akrepa. Në rregull, shkojmë të pyetja e dytë. Cili mur është ndërtuar në vitin 1961? Në gjatë e një. I Berlinit, i Vajt, i Turpit apo muri kines? Pasha një me thomuri i Berlinit, aja të dikon është ofër për murin kinez nuk jam bash i sigurt cilin vetë është. Ja, me siguri është marru shumë më herët muri kinez. Po që ata dhe muri Berlinit edhe në dyshuva se muri Berlinit është marru në bas luftës së dytë botërore. Po deve që bje kojgjarë. Muri Berlinit. Po, ma mërmendja dhënë. Është saktë. Shkojmë të pyetja e tretë. Mbretëresha e matematikës është kibernetika, aritmetika, algebra apo geometria? Edhe njëherë. Mbretëresha e matematikës është kibernetika, aritmetika, algebra apo geometria? Edhe pse matematikën hisë ma ka dashtë, po ma merr mendja që këtë pyetje do të me ditën, dikon.
Po, ma merr menin është ta bëj me gabullën, po të japë mendimin të shohin. Jo, mendimi, me thonë, se këtu si pjesë të anat janë ka pak, po Po, algebra me thonë aja, mes, asu në s'jam i sigurt, veç pa dyshoj të qaj e treta se e dyta, këtë dyja pak ma të ngota janë. ja, me siguri mua dhe mu më do këtë algebra. Dragon Bali, Dragon Ball, zethët, gruaja Kiki dhe djali Cohani janë fëmija e Vegjitës, Radicit, Kokut ose Androidit. Aj. Këto as s'ki qka lip ndihma këto qashtë pa usha. Ja, pëndrojna, pytjen. A ndrojnë pytjen. Ban me ndru pytjen. Pas ka qenë kokut. Po, thashte. Qka përdoret për pagace? Kokoshka. Dhe me thonë, qëre pagace nuk është në njët me kokoshka, po kokoshka janë këtu kupaçkat. Kupaça, që e kena thona? Po. Qërë thot pagace ose kokoshka. Pagace dhe kokoshka nuk kanë në njët, po hajtë, s'është problem. Qka përdoret? Misri, gruri, elbi apo bizelja? Misri, hajde shkojmë. Në pyetja të tretë, heroi nga Gothami është Superman, Aksionman, Batman apo Spiderman? Hajde, që na pas ka ndresh son të këta filme. Heroi nga Gothami është Superman, Aksionman, Batman apo Spiderman? Spider-Man. Po thua? Nejse. Jo, përgjigjen se dhash për Spider-Man, adi Spider-Man është. Po Spider-Man është po unë apet e prej ka u kutë. A e prej ka? Batman të kokon. U bo. Hajde shkojnë edhe me qëto edhe vazhdojmë. Edhe Miloš Gjash Nikola Migjeni vdeq në Shkoder, Itali, Austria apo Kosovë. E dim që ka qenë i smuar nga tuberkulozi dhe është shku më shëru dikon dhe ka vdek. Ku? Unë pak shërim. Kosovë bjen prej asoj për Itali dhe Austrike, a? Apo? Në Itali pa dyshej. Me siguri në Itali, ako. Po në Itali, shkojmë tutje. Miloš Gjash Nikola Migjeni, prap, jetoj 27 vjet, 38, 28 apo 97 vjet. 97 që bje për i kur me mene i herë, për qaja me zgabufsha qaja 25 vjeqja. Jo, 25 nuk o, 27, 38 apo 28. 27, 38, 28. Po, që me thonë 27 që po më duket pak shumë herët veç pa dyshoj këgja se di që u dek i ri. Po. Nuk jam fort i sigurt, më duket 38, po s'jam s'di qa me thënë. Hajte morëm 50-50? Ja përshë si për i noti në i kalon. 27-38 në i kalon. Në i ka him 2 opcione tjera dhe në kanë met 27-38. Ja, besoj që me thonë 27 vjetë dikon. Ja, po ta me thonë 27 vjetë veç këgja shumë ka shkru në mëri po më duket veç. 38, dhe i që me thonë. Për atë ko 38 vjetë që... Aj, 38, pa thanë. Dul ku dul, se... Po tut në mos është 38 shumë, se në atë ko... Po nështë ta unë shumë vëlloj, se edhe në pa dyshej të e pora, po... A shkojmë të e pora, letë më që dua. Hajde përshkojmë. E sakt, 27 vjetë. Shkojmë tutje, krokodili dhembet ja pastrojnë. Sneglat, insektet, zogjet apo bretkosat. Kush ja E pora keth neglat, ha? Po, ato nëj nuk hinë, sneglat jas. Po.
Po, thash me so fjallat diska tjetër për... Ja, sneglat janë bubërrecat. Po, pe di, sneglat, e dyta zëzt, e treta ke zëzt, e dyta insektet, zogjet apo bretkosat. Kur shja pasër dhe? Bretkosat atëherë ka. Në lëzbësaj, mua nuk jam i sigur. Me sa e di, zogjet jasë pastrojnë. Po zëzt po, veç e menuva unë që zëzt nuja, e zëzt dikuj zen. Delaj për jashtë, kështë e rëzitet edhe i qëtë dhëmë t'jashtë, e ata shkojnë në sjepë. Unë me sa... Ajo, po më i ka me konë, valla. Me sa më mërë menja jenë zëgjet. Jo, mund me konë aja vërtit, se i kum po edhe dhe parazit që shtë gjatë nëjtë e shumë qka po pi pastrejshin njona tjetërën të ja... A shkoj me zëgjt ajo, se bretkosa... Hajde me zëgjt. Bretkosa s'ka në dejtë, s'besoj. Ha? Urnër dhe me zëgjt shkuj. Në dejtë, në përlumet më dhaje, kështë në konë është, hajde shkojna me zëgjt. Opa. Për të gjashtë sakë, po vazhdojmë. Zëgjt janë, zëgjt. Kalendari islamik është solar, lunar, satelitor apo planetar. Po, pak me logikë. Kanal, solar, djeluar edhe lunur. Lunur është e hona. Qa shtë diska është... Me siguri, lunar është hona. Edhe satelitor zban, satelitor s'është, planetar. Jo, zban, se do me thonë djele e ban një rotullim edhe vjen piken e vetë, po me sa e di unë është me hënën ka të baj se nuk është në kohën e njej. A shkojna me lunar? Shkojna. E sakt është. Shkojmë, vazhdojmë kështë. Si e ka emrin shkenstari një orë shqiptar që zbuloi elektromotorin, i cili harxhon shumë më pak energji elektrike sësa ata të rëndomtit? Rifat Gjota, Skender Skenderi, Ejub Hamiti apo Nusret Avdiju? Me sa e pora që aja. Po, Rifat Gjota do të me ko. Vazhdojmë tutje. E sakt, në pyetjen e 6. Einstein Num është shkencëtar, emër planeti, element radioaktiv apo tip aeroplani? Einsteinum shkruhet, bukfalisht shkencëtar, emër planeti, element radioaktiv apo tip aeroplani? Jo, Einstein e o shkencëtar, po Einsteinium që shpathu ashtë, planet bjen pe i furmes, edhe avjen e kisha cit me njëherë pe i listes. Atëherë element radioaktiv. Ashtë mund me konë, Einsteinium, do me thonë, Einstein e di që o shkencëtar, veç Einsteinium, mund me konë element radioaktiv, da? Po shkojmë, që është po jetë, s'po di që me tjetër element emër planetis besaj që është. Ja, emër planetis është. Shkencëtar s'është, është sigurt. E sakt është, pero element radioaktiv. Cilin nga këta nuk është brover, shfletus, kjo është fjalla, kjo është në gjuhë e internetit, dhe me thonë, cilin nga këta nuk është shfletus. Apple Safari, Opera, Mozilla Firefox apo Skype. Cila nuk është, a? Po, cilin nga këta nuk është shfletus. A për di që do me thonë shfletus, për shambull, sikur Google, që hen ti edhe e lypë diqka edhe ajti të japë dhona, të japë informacionit që farë dënë ti, të hapë faqet cilat ti po interesuash, cilin nga këta nuk është shfletus. Apple Safari, Opera, Mozilla Firefox apo Skype. Nëse vazhdo ti njëherë. Skype është besoj. Opera.
pak kështu. Opera është sikur Google, është fletus, Safari është fletus, Skype nuk është, Skype është si Viberi. Mundesh me thirrë ti në Skype, po nuk mundesh me lyp diçka tjetër. Jam i sigurt që Skype nuk është fletus. Unë po mendoj tash ti ç'është dosh. Skype, Skype, pe din si shkruhet. Po, e di. Ma herë. Ajo është për me komuniku, nuk është sipas mendimit tim, ndoshta kam kas. Edhe unë e pajtuhem pra me atë që thuti. E sakt, shkojmë të pyetja numër 8 të kështënon. Kush e shkroi librin mbi Harry Potterin? J.K. Rowling, Marlene Bartlett, bjen me njëherë se se ka shkrujt, shqiptarë së punaj, Molly Barker apo Homeri? Kush e shkroi librin mbi Harry Potter? Harry Potter, Ç'është përgjigjja fundit? Homeri, nuk është as Homeri, edhe këto po ta hiekun, është Homeri, Molly Barker apo Marlene Bartlett, është i pori apo i treti, këto dy janë, nëse dënë me ndru... Ç'është ka me i tretit? Molly Barker. Pashkoj me të poren. Mundesh me ndru pyetjen. E pashkojna me të poren. Mos me përishëm, po hajtë se shkujmë, në pyetjen e 8 jena. A dhe më shku me të poren shkujnë. E sakt, shkujna, kështu, në pyetja e 9. Po, të shohem këtë që po bëhet, nishë, dhe se qinëshe, mishë, 148.940.000 kilometra katror konsiderohet se planeti ynë toka, nëse përfaqen e vetë ka porçe, tokë, asfalt ose ujë. 148.940.000 kilometra katror. 148 milion, a? Po. E 510 milion kilometra katrore i ko krejt. E në kofë që aty tuk i ko, se 3 hise me njo janë, pa du me thonë janë me ujë. E po atëherë tokë me siguri, asfalt s'ka, ujë të është ma shumë, atëherë shkoj me tokë. Tokë. E sakt, jemi në pyetjen e 10. Piktori Salvador Dali ishte me kombësi brazilian, argentinas, portugez apo spanjoll? Piktori Salvador Dali ishte me kombësi brazilian, argentian, portugez apo spanjoll? Tash jemi hinë zonën e rrezikshme ku janë pyetjet shumë të rënda. Nëse dënë mundesh me ndërru me brazilian, po veç edhe njerë që pa termin? Salvador Dali. Po këta gati argentian, portugez, spanjoll gati. Po, ata janë, do me thonë, luës dhe spanjollve, po me Salvador që e lidhe, Salvadori s'ka ka të. Salvador? Po dhe përmene emni Salvador, po ham shteti Salvadori poshtë aty. Brazili, Argentina, Portugalia dhe Sponja janë, a? Po. Brazilian. Ja, guxojmë prek. Prekum? Ja, është spanjoll. Spanjoll, në pyetjen e 10, faleminderit shumë. Nëse ki edhe diçka më shtu, vëqër na. Faleminderit prej teje. Pyetjen e 10, pra. Përshëndet. Të falenderoj shumë, po. Përshëndet. Ty edhe gjithë dëgjues të Radio Vlerës edhe ju uroj një not. Shumë, e patëm në ndërprerje, s'di apo mënin? Po, në jam të t'ni. Paske, po, tash, pra të falenderoj shumë për pjesëmarrjen edhe të uroj një mbrëmje të bukur edhe ty, mos u lodh në vazhdim. Faleminderit shumë. Gjithë mirë atë kalo mirë. Gjithë mirë atë. Jemi drejt për drejtë në Radio Vlera. Nuk e di a jemi duke shkuar në live stream, o duk sikur me dal një herë nga live-i, megjithatë nëse
ka diçka, mundi më shkruar, më shkruajt në Viber, më ma konfirmu, a jemi duke shku apo jo atje. E pas ka shku koha shpejt, ora 21:50, do ta dëgjojmë edhe këtë këngë dhe dal nga dal, ose shkojmë me shëretën vaj kjo dynjo, dhe me këtë këngë do ta përmbyllim për sonte emision.